nëse raportimet janë të sakta dhe ekziston një sinjal politik nga ana e presidentit të SBA-s Donald Trump për një veprim ushtarak, kjo do të thoshte nga ana tjetër se diplomacia amerikane funksionon paralelisht me një opsion lufte. Mendoni se kjo tashmë është një strategji presioni për të detyruar ndoshta Iranin në një marrëveshje apo një parapërgatitje për një përplasje të pashmangshme? Unë mendoj që ky është një presion i Shtetet Bashkuara të Amerikës karshi Iranit, është një politikë tashmë e fermuar e presidentit Trump, paqe nëpërmjet forcës. Në qoftë se Shtetet Bashkuara të Amerikës do të dëshironin të godisnin Iranin, ato do ta bënin në mënyrën më të papritur dhe nuk do t'i linin kohë Iranit të përgatitis, pasi sa më tepër kohë kalon, aq më tepër forcat e regjimit islamik marrin masa, sado që kuptohet që ato nuk do të jenë në gjendje të përballojnë, le të themi, goditjen shkërmojtëse të Shtetet Bashkuara të Amerikës në rast lufte, sigurisht. Por Shtetet Bashkuara të Amerikës i bëjnë presion në mënyrë maksimale, përfshirë edhe deklaratat e Netanyahut, dhe sipas këtyre deklaratave për Iranin ka vetëm dy zgjidhje. Njëra është keqje, tjetra është shumë e keqje. Pra, shumë e keqja është lufta, e keqja është marrëveshja. E qartë, por nga ana tjetër, zoti Puma, me mbi 400 kg uranium të pasuruar, pra 60% Irani ndodhet ndoshta shumë më pranë pragut për pasurim ushtarak, por jo domosdoshmërisht vendim politik për armët bërthamore nga ana tjetër. A është saktësia aktuale një kërcënim ndoshta ndaj Iranit apo një instrument negociues për të fituar edhe lëshime nga ana e Perëndimit? Po besoj që Irani sigurisht që nuk e ka hequr mendjen nga prodhimi i bombës bërthamore. Ky është mendim jo vetëm imi, po i shumë le të themi analistëve që kanë hulumtuar në këtë drejtim. Por domethënë logjika e tyre është e tillë që nëse armën bërthamore e zotëron Izraeli, e zotëron Pakistani, e zotëron India, pse mos ta kemi edhe neve. Por sigurisht që hapur Irani nuk e deklaron këtë gjë. Irani ka nënvizuar shumë herë që atomi që e ka për qëllime paqësore, nga ana tjetër ka mbështetjen e Rusisë dhe të Kinës. Rusia dhe Kina nuk është janë të interesuar që Irani të ketë armë bërthamore përkundrazi, por nga ana tjetër ata kanë interesa ekonomike dhe ndërtimet e centraleve bërthamore nga ana e Rusisë në Iran dëshmojnë këtë gjë. Por nga ana tjetër Netanyahu kërkon heqjen e të gjithë uraniumit pasuruar dhe inspektime të vazhdueshme. A mundet, zoti Pumo, të ekzistojë realisht një mekanizëm kontrolli që garanton ndoshta 100% transparencë, apo nga ana tjetër çdo marrëveshje mbetet e përkohshme dhe sigurisht e brisht? Kuptohet që situata është e brisht në përgjithësi dhe aeroplanmbajtësit amerikanë në gjirin persik janë një dëshmi e kësaj gjëje. Por nga ana tjetër sigurisht që në çdo paqe, çdo lloj paqe, sado e keqe që të jetë, është gjithmonë më e mirë se lufta. Prandaj, nëse regjimi ajatollahëve do të dëshironte të vazhdonte ekzistencën e vet, duhet të mendohej mirë për të arritur një marrëveshje sado le të themi të pafavorshme për Iranin, por gjithsesi është shumë më e favorshme se sa lufta. Nëse ndodh një sulm, zoti Puma, do të ishte ky ndoshta një akt parandalues legjitim apo një shkëndijë ndes një luftë rajonale, pasi Izraeli e konsideron programin raketor iranian si një kërcënim ekzistencial, veçanërisht për shkak të rasteve balistike me rrezet gjata. Sigurisht që Irani nuk është Venezuela dhe të përdorësh armat sekrete, domethënë për paralizimin e njerëzve si në Venezuelë, është vështirë në gjithë të territor që ka Irani, dhe megjithatë organizim dhe konspiracion që kanë udhëheqësit e Iranit. Nga ana tjetër sigurisht që dhe Rusia dhe Kina sigurisht që do mbështesin Iranin, e mbështesin Iranin për shumë arsye, por arsye kryesore është ekonomia, është biznesi. Nga kjo anë, domethënë sigurisht që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ata, domethënë gjithçka e bëjnë për të kontrolluar në përgjithësi në shkallë botërore naftën. Mirë po, goditja e Iranit, përveç vështirësive të tjera, përveç, le të themi, reputacionit e tjerë, mund të godiste çmimet e naftës, dhe ky është një nga çështjet kyçe që Shtetet Bashkuara të Amerikës hezitojnë të godasin Iranin, pasi gjatë gjithë kësaj kohe Shtetet Bashkuara të Amerikës po përpiqen të ulin në shkallë ndërkombëtare
nivelin e çmimeve të naftës dhe ata mendojnë dhe besojnë që në këtë mënyrë ata do të detyronin Rusin më tepër për të ulur në tryezën e bisedimeve për paqe për sa i përket Ukrainës, pasi siç e dim, Rusia një pjesë të madhe të fitimeve të saj e ka nga eksporti i naftës. Por nga ana tjetër, a mund të jetë Washingtoni zoti Puma njëkohësisht edhe garanti i paqes dhe mbështetës së një sulmi ushtarak, pasi SBA negocion me Iranin, ndërsa paralelisht raportohet për mbështetje ndaj një opsioni ushtarak Izraelit? Sigurisht që lobi ebre në Shtetet Bashkuara të Amerikës është shumë i fuqishëm. Mirë po edhe në mes të lobit ebre ka, le të themi, divergjenca. Nuk janë të gjithë ebrejt pro luftës me Iranin. Sigurisht që edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk janë të asaj që të godasin Iranin në mënyrë, le të themi, me front të gjerë veprime, siç u bë në Gjirin Persik me Irakun e tjerë e tjerë. Vështirë që Donald Trump të firmoste për një luftë të tillë. Mund të vëzhgonin ndoshta nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës do të vendosin vërtet të godisnin Iranin, mund të kishte vetëm goditje të objekteve të ndryshme dhe disa le të themi raketa iraniane të nisur në drejtim të bazave dhe aeroplan mbajtësve amerikan duke mos arritur qëllimit. Ky është skenari, le të themi, i një lufte të variantit light, nëse do të fiki sa më shpejt. Nga ana tjetër, kjo është një shkrepse në benzinë dhe mund të plaste një luftë shumë më e madhe rajonale që mund të kthehej edhe në luftë botërore, nëse superfuqitë e tjera do të përfshiheshin. Sigurisht që Rusia nuk do të përfshihet në këtë luftë në çdo lloj skenari që të ndodhë. Këtë nuk e kam dyshim fare, dhe biles do të mendoja që Shtetet Bashkuara të Amerikës, pavarësisht me divergjencat që kanë për çështje të ndryshme me Rusin, në shumë pika janë shumë pranë njëra tjetrës. Nuk mund të quajmë aleat, sigurisht janë kundërshtar me njëri tjetrin, por nuk janë armiq. Por nga ana tjetër, zoti Puma, udhëtimi i Abbas drejt Zvicrës sinjalizon ndërkaq se kanali diplomatik nuk është mbyllur ende. Mendoni se ky raund bisedimesh është një përpjekje e sinqertë për një zgjedhje diplomatike sigurisht, apo ndoshta nga ana tjetër kemi një manovër pra në këtë rast për të fituar më shumë kohë? Nuk mendoj që kjo është një përpjekje e sinqertë nga të dyja palët ndërluftuese, por është një përpjekje e sinqertë administratës së Trumpit për t'i ulur të dy palët për bisedime për arritjen e paqes. Nga ana e Rusisë, do me thënë, situata është e tillë që ushtria po avancon shumë ngadalë, po merren në disa qendra banimi do me thënë, por pa pasur shumë ecuri të madhe, dhe pikë synimi minimal i Rusisë është Donbasi, dhe nëse Ukraina nuk do të binte dakord, do me thënë, me kërkesën e Rusisë për të hequr nga Donbasi, atëherë lufta do të vazhdonte më tej dhe atëherë objektivi minimal i Rusisë do të ishte Odesa. Por nëse arrihet një marrëveshje, zoti Puma, vetëm për pasurimin e uraniumit, a mbetet programi raketor sërish një rrezik i paprekur? Po, sigurisht që mbetet varet nga, le të themi, kokat fizikantëve që punojnë atje. Dhe siç e dim, bota e sotshme nuk ka më as parime, as principe, as do me thënë përpara blihet gjithçka, dhe nëse në ata, do me thënë, megjithatë, le të themi, nëse ju e bëni fjalë për Iranin, do me thënë, sigurisht që Irani ka potencial për të zhvilluar programin e tij raketor. Sigurisht që teknologji të ndryshme ai blen nga Kina, nga Rusia. Kuptohet që Rusia nuk mund t'i ofroj Iranit, do me thënë, sisteme të avancuara, sekrete e tjerë. Sigurisht që jo, sepse gjithsesi është një, le të themi, aleat Irani për Rusin për momentin, por mos harrojmë që një kohë regjimi i Ayatollahëve, për shembull, në 79-ën e konsideronte Bashkimin Sovjetik ashtu si Shtetet Bashkuara të Amerikës dyja armiq më të egër të popullit të Iranit. Dhe shumë, le të themi, fetar në Iran e kanë ndjerë këtë dhe në, le të themi, në diskutime kur në studio ishin fetar nga Irani, që ata e konsiderojnë Rusin akoma armik të vetin. Prandaj t'i besosh Iranit është një drejtim i gabuar. Nga ana tjetër, Rusia nuk i ka shumë keq marrëdhëniet, do thoya që i ka të mira marrëdhëniet me Izraelin. Dhe sigurisht që Rusia është për një balans forcash në lindjen e afërt, duke pasur parasysh dhe Sirinë, ku flitej që Rusia do të tërhiqte gjithë bazat nga Siria, që i iku regjimi i Asadit dhe tashmë Rusia mori fund atje.
doli që Rusia kishte pasur akorde me kryengritësit dhe tashni po vazhdojnë të mbajnë ato baza që duhen, ka tërhequr trupat nga bazat që nuk ka liberti të mbajnë kur ishin afër kurdëve, dhe tashni domethënë baza në Khmeimim, që është një aeroport dhe pranë Bregdetit me Zle, aty domethënë Rusia është akoma prezente. Prandaj roli i Rusisë në lindjen e mesme është akoma goxha i fortë, por sigurisht që është i kondicionuar dhe goxha nga lufta në Ukrainë. Një aktivitet të Rusisë në lindjen e mesme dhe të afërme do të ishte më i madh nëse nuk kishte luftë në Ukrainë. Por, zot Puma, ajo që është më rrezikshme pra një sulm ndaj instalimeve iraniane, sigurisht që kjo do të kishte pasojë jo vetëm për Teheranin, por nga ana tjetër për gjithë lindjen e mesme. Mendoni se do të aktivizoheshin këtu aktorë të tjerë rajonal duke shndruar këtë krizë pra në një konflikt të hapur shumë palësh? Po, në qoftë se për shembull Irani do të godiste Izraelin, sigurisht që mund të shikoj të mundshme që në luftë mund përfshiheshin për shembull vendet europiane, të tillë si Britania e Madhe apo NATO në përgjithësi. Nga ana tjetër sigurisht që Izraeli do të intensifikonte domethënë veprimet e veta. Nga ana tjetër Iranit besoj nuk do t'i dilte zot kush. Sepse Irani gjithsesi ata janë pers, nuk janë arab. Dhe pavarësisht nga domethënë besimet sunit apo jo sunit, ata janë le të themi kanë pasur divergjenca dhe konflikte edhe më përpara, domethënë me sauditët për shembull. Prandaj nga njëra anë Arabia Saudite tashmë e përkrah domethënë të drejtën e Iranit për vetë mbrojtje dhe nuk i ka lejuar domethënë hapësirën ajrore për përdorim të ushtrisë amerikane, për shembull në rast konflikti. Por nga ana tjetër kjo nuk do të thotë që Arabia Saudite do të futej në luftë për Iranin kundër Izraelit apo larg qoftë kundër Shtetit Bashkuar të Amerikës. Sigurisht që kjo është e pamundur dhe askush nuk guxon të futet në mënyrë të hapur në luftë me Amerikën. E qartë, mirë, zot Puma, rikthehemi tek Rusia dhe Ukraina. Ndërkaq fjalimi i presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelenski në konferencën e sigurisë në Myni ishte një mesazh pra i dyfish, pra nga njëra anë shpresë për paqe, por edhe një alarm për presion dhe sigurisht në negociatat ndërkombëtare kompromisi është i pashmangshëm, por kur njëra palë ndjen se po i kërkohet të jap më shumë se tjetra, balanca pra politikisht prishet disi. Apo i kërkohet tashmë zoti Puma Ukrainës të sakrifikojë territore ose sovranitet për të arritur një marrëveshje që ndoshta i shërben më shumë stabilitetit global se sa drejtësisë? Sigurisht që në luftë, në geopolitik dhe në mbar botën, gjithmonë në histori nuk ka pasur drejtësi kurrë. Gjithmonë, domethënë kartat janë ndryshuar, kufit janë ndryshuar me luftra, me viktima, me vrasje. Kjo është e tillë është le të themi natyra njerëzore ndoshta, që të shoqëria njerëzore më saktë, jo se njeriu më vete është një mrekulli e natyrës, por vetë shoqëria njerëzore është e zhvilluar në mënyrë të tillë. Që nga kohët e lashta konflikti ka ndryshuar me forcë, por për fatin e keq. Tashti, për sa i përket Ukrainës, kërkesa e Rusisë është e tillë. Domethënë është e mirë, është e keqe, nuk më takon mua të logjikoj këtu pasi e kuptoni ku jam. Por nga ana tjetër, dua të them që duke pasur parasysh mundësitë që u hapën Ukrainës, sidomos 2 javë pas konfliktit, kur pothuajse gjithçka ishte vendosur dhe Ukraina nuk do të humbiste pothuajse kur këto territori që po humbet tani. Ishte gati paqe, ishte gati për të firmosur. Ndërhyn Boris Johnson me sigurisht i dërguar nga administrata e hershme e Bidenit, domethënë e mbështetur nga Bideni, dhe situata kthehet në 180 gradë mbrapsh dhe fillon lufta më egër se më përpara. Pra, domethënë mundësia për të arritur paqen ishte. Tashmë situata është e tillë dhe është e tillë vërtet, domethënë shumë analistë, specialistë, domethënë ekspertë ushtarak kanë deklaruar gjithmonë që Rusia nuk ka asgjë për të ndërtuar. GDP-ja ruse është për tokë, fuqia ekonomike e Europës është 10 fish më e madhe se e Rusisë, është e vërtetë, është e tillë. Ekonomia ruse nuk është e fortë, por fuqia ushtarake ruse është e dyta në botë. Ky është fakt. Nganjëherë bëjnë gafa, nganjëherë bëjnë domethënë pësojnë disfata në qoftë se doni, por në fund të fundit ata arrin synimin e tyre në luftë. Dhe kur për shembull kjo është edhe
me historia, i ka mësuar 100 herë, por Europa nuk merr vesh nga këto gjëra, sepse historia ka mësuar që Napoleoni erdhi në Moskë, u dogj Moska, pastaj erdhi Rusi në Paris. Dhe ashtu edhe Hitleri, e njëjta gjë. Edhe këtu pati në fillim një zbrapsje të ushtrisë ruse pas sulmit të parë, pastaj pati tërheqje, por ka pasur edhe domethënë marrëveshje që për shembull le të themi në rrethinat e Kievit ishte ushtria ruse në ditët e para të luftës dhe me një marrëveshje të përbashkët pikërisht ato 2 javët e para ata ranë dakord që tërheqin ushtrinë dhe të vazhdojnë bisedimet. Mirë, ndërkaq zoti Pumo, a mund të jetë SBA-ja realisht neutrale pranë këtë proces apo po kërkon ndoshta një marrëveshje që minimizon kostot e saj gjeopolitike pasi Washingtoni luan një rol ndërmjetës, por njëkohësisht është edhe aktor kyç ushtarak dhe politik në konflikt? Sigurisht që Shtetet Bashkuara të Amerikës po luan një rol të kyç, do të thonë, në bisedime mes Rusisë dhe Ukrainës dhe çuditërisht mund të duket, por Rusia dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë shumë pika, domethënë, që kanë rënë ujdi. Dhe kjo është në frymën, siç thotë dhe deklarojnë dhe në Kremlin, në frymën e Anchorage-it, pra të Alaskës, ku presidentët të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë ranë dakord për shumë pika, jo vetëm për çështjen e Ukrainës, por për shumë pika të rendit botëror ka të ngjarë. Gjë që pastaj del në pahë me zhvillimet aktuale ndërkombëtare, por gjithashtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë bërë presion dhe po vazhdojnë të bëjnë një presion të madh Ukrainës për të mbaruar luftën në këtë moment, pasi është momenti më i volitshëm. Ukraina nuk mund të diktojë kushtet e luftës kur ajo po humbet. Humbsin kur nuk dikton fatet e luftës. E qartë, mirë, zoti Pumo, për ta mbyllur, ndërkaq, raundi i ri i bisedimeve në Gjenev vjen pas takimeve konstruktive, por pa rezultate konkrete sigurisht. Mendoni se do të jetë ky një raund një kthes reale pra drejt paqes apo vetëm një vazhdim i dialogut si herët e tjera, pra pa përmbajtje? Besoj që ky është një dialog i radhës, nuk do të ketë le të themi, mendoj që nuk do të ketë të papritura të mëdha, do të diskutohet problemi i territoreve. Dhe fakti që delegacioni rus u ndrua në vend të një shefi të shërbimit sekret ushtarak, tashmë do të shkojë Medinski, që është një, le të themi, ish ministër i arsimit, historian, etj. Pra ai është më tepër një teknokrat, domethënë, por që ka vërtet aftësi, domethënë, folse, ka sigurisht është i përgatitur, domethënë, nga ana e backgroundit dhe ka mundësi që këto do të jenë më tepër çështje politike, ndoshta do shtrohen edhe çështje për shembull të respektimit të drejtave të pakicave kombëtare apo dhe shumicave kombëtare siç janë rusët në Ukrainë. Nga ana tjetër mund të diskutohet sërish për shkëmbimin e robëve të mëtej të luftës në mes dy palëve, pasi në takimin e fundit kur flitet që s'ka pasur sukses, në fakt ka pasur sukses të paktën në shkëmbimin e robërve 157 ushtar me 157 ushtarak, më falni. Dhe kjo të paktën është një prodhim i këtyre bisedimeve. Nga ana tjetër kuptohet që pritshmëria amerikane flitet që është të rëndësishmet paqja brenda qershorit, kështu flitet. Nga ana tjetër, rusët nuk janë kundër në llaf, por domethënë vazhdojnë të ndjekin politikën e tyre, domethënë që është me forcë apo me paqe të arrijnë të marrin Donbasin.